I akuzuari Gavrilo Milosavljević lirohet nga akuza. Por gjykata nuk është kontestuese se ka ndodhur masakra në burgun e Dubravës ndaj të burgosërve shqiptar. Siç nuk është kontestuese se edhe i akuzuari ka qenë në marrëdhënie pune në burgun e Dubravës, por nuk ka qenë gardian, por ka qenë në stafin civil. Për shkak të veprës penale krimi lufte kundër popullsisë civile, i akuzuari Gavrilo Milosavljević lirohet nga akuza, por arsye se nuk është provuar se i njëjti e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Konform N-it 453, paragrafi 1, Kodit Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, shpenzimet e procedurës penale bien mbi barrën e buxhetit të kësaj gjykate. Të akuzuarit Gavrilo Milosavljević i ndërprehet masa e paraburgimit dhe i njëjti lirohet menjëherë në liri. Se në këtë çështje penale nuk janë provuar faktet konkrete, të cilat përbëjnë elementën kryesore të figurës së veprës penale, e cila i vihet në barë të akuzuarit. Nga se edhe dëshmitar që dëshmitë e tyre lidhen me masakrën e burgut të Dubravës, të cilët i kanë dhënë në polici, prokurori, po edhe në këtu në gjykat, nuk kanë vërtetuar sakt dhe bindshëm që të akuzuarin e kanë parë në vendin e ngjarjes, të uniformuar, të armatosur dhe duke gjuajtur me armë zjarri në drejtim të burgosërve shqiptar. Por gjykata nuk është kontestuese se ka ndodhur masakra në burgun e Dubravës ndaj të burgosërve shqiptar. Siç nuk është kontestuese se edhe i akuzuari ka qenë në marrëdhënie pune në burgun e Dubravës, por nuk ka qenë gardian, por ka qenë në stafin civil.